1000 m2 prodhimi kemi. Kapacitet të prodhimit diku 350 kg në orë. I gjithë prodhimi është 100% kosovar. Hobja e kompanisë është bërë para 10 vite, është hapur prej babit edhe hoxhës tim të ndjerë. 2 vllazën e kanë formu. Ideja ka qenë që me pru diçka tjetër në treg, edhe me boni për prodhimet tradicionale që i kemi pasur në fillim, si për shembull që i kemi pasur jufka dhe tarhanën. Kryesisht operimin e kemi pasur në rrofshin Dukaxhinjet, pe Gjakov, Prizren, që kryesisht është njoftë më shumë si produkt jufka. Hapësina ka qenë shumë e vogël, ka qenë diku rreth 90 m2, kanë qenë makinat nuk kanë qenë të modelit të fundit, kanë qenë makinat e përdorura, ka qenë biznes familjar ku kryesisht kemi punuar vetëm familja, pa punëtor të jashtëm, por tani jemi në një objekt këtë tjetër dhe me makina tjera me industri këtë tjetër. Ndër vite e kemi po që produkti ka kërkesë të madhe dhe pastaj kemi dashur me prodhuar diçka tjetër inovative në Kosovë, me bën një produkt tjetër, si për shembull për prodhimin e makaronave, ku ka qenë kryesisht është sektori i njëjtë i prodhimit, por vetëm që janë disa ndryshime në makineri e ashtu gjëra tjera dhe e kemi po të arsyeshme që duhet me investu ende dhe për të nxjerrë ende më shumë produkte të reja. Unë jam që 5 vite në menaxhim të kompanisë, domethënë kryesisht unë jam që mirë me pjesën e prodhimit dhe pjesën e shitjes, kurse pjesa tjetër janë që mirë me marketing dhe me gjëra tjera. Pasi e pom që me jufka ka shitje të mirë dhe bënëm një zhvillim të hofshëm, ne e pom të arsyeshme që të investojmë edhe në makineri tjera për prodhimin e makaronave dhe produkteve tjera bazë. Pastaj ne e bënëm planin e biznesit dhe gjitha gjërat dhe shkum në Itali për t'i ble makineri. Ku edhe aty unë i kam kryer disa trajnime për makarona dhe për prodhimin e makaronave. Ne tani kemi dalë në një objekt tjetër me diku 1000 m2 prodhimi kemi. Objekti është i ndarë në mënyrë me standarde europiane, ku është i ndonë në 5 reporte, ku shkon i gjithë procesi zinxhir deri në reportin e fundit ku është reporti i shitjes dhe dalja. Provoja e Italisë për prodhimin e postave më ka mësuar që posta e lyp shumë një përkujdes të madh gjatë prodhimit dhe gjatë tharjes së produktit. Domethënë, ne e kemi tani teknologjinë me tharje të ngadalt, ku është tharje artizanale, por prodhimi është industrial. Për momentin ne kemi kapacitet të prodhimit diku 350 kg në orë. Procesi i tharjes është me tharje të ngadalt dhe të kontrolluar, ku kontrollohet lagështia në mënyrë graduale. Pastat sani, për më i bën të veçantë sepse janë pasta me vezë, janë pasta artizanale italiane, ku kanë shije tjetër, teksturë tjetër. Domethënë nuk janë sigur na që jemi mësuar me hongër pasta standarde në Kosovë. Domethënë veçëria tjetër është që zierja bëhet shumë shpejt, domethënë për 7 minuta janë gati. Kur po themi për 7 minuta, domethënë ato minuta duhet të konë 7. Nuk është që duhet me lënë shumë gati për mizi. Veçëria tjetër është që i gjithë prodhimi është u bë me produkte të Kosovës. I gjithë prodhimi është 100% kosovar. Edhe lëndën e parë e morrim në Kosovë dhe gjitha gjërat i morrim në Kosovë. Për momentin e kemi në 11 produkte, kemi dalë në treg me 3 lloje të pastave, që janë pastat pene rigate, gomiti dhe fusili. Kemi edhe jufka, po ashtu kemi edhe produktin tjetër është tarhan tradicionale, që është përdor shumë më herët. Prodhimi niset prej përpunimit të lëndës së parë, i cili është grur i fortë semolina, ku është veçëria e pastës është lënda e parë më konë perfekte. Përpunimi i lëndës së parë bëhet në mënyrë të kontrolluar dhe shikohet vazhdimisht çdo gjë. Pastaj bëhet del në procesin e paratharjes, që heqet lagështia maksimale e produktit dhe në fund bëhet gati për të hyrë në reportin e tharjes, ku janë furrat tharëse. Pas procesit të tharjes, makaronat dalin në kazana të ftafës, që bëhet stabilizimi i temperaturës dhe pastaj është i gatshëm për konsum dhe për momentin pastat sani në Kosovë nuk kanë shumë pika, sepse depërtimi është shumë i vështirë për shkak importi është shumë i madh i pastave. Për momentin i kemi në disa markete që janë marketet lagjeve, që ne kemi pas për krajën pak më të madhe, kurse vështirësi për me depërtuar në tregun e Kosovës është shumë e madhe, për arsye që ne si prodhues për momentin nuk kemi shumë kushte që më ju ofru kushte shumë të mira rjetëve veçanti.
e zhora dhe depërtimi është shumë i vështirë. E kemi në Prishtinë, e kemi në Skenderaj, e kemi në Ferizaj, e kemi në Pej, e kemi në Gjakov dhe në Prizren që dihet, po besoj që për 3-4 muaj ne kemi me konë në çdo market të Kosovës. Këtë kjo është që vullneti për me punu dhe për me kriju diçka. Qëllimi jonë si kompani është që ne ta kemi një brand dhe jemi duke ecur në ato hapa. Si për shembull që e kemi Jufkon që është që 10 vite dhe është e ka shitjen standarde që nuk është problem kur zheheq për te Jufka, po ne po pretendojna që me depërtua në tregun e jashtëm. Ju kisha thonë që nëse dënë punë ka dhe këtu shumë punë, vetëm që duhet durim, duhet motiv dhe mos më dëshpëru me njëherë. Se çdo fillim është i vështirë. Unë jam Samir Durmishi, pronar i Sani SHBK, fabrikë për prodhimin e makaronave në Prizren.